2.000 euro rushfet për aksidentin me 5 persona, detaje nga arrestimi i shefit të qarkullimit në Tiranë. 2.000 euro rushfet pas një aksidenti me pasojë për 5 persona kanë çuar në prang nga shefi i komisariatit të policisë rrugore në Tiranë. AMP bëri publike të dhënat e reja në lidhje me arrestimin e shefit të qarkullimit Tiranë, Roven Zeka, sipas njoftimit. Agjencia e mbikëqyrjes policore në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ekzekutuar urdhrin e ndalimit për 3 punonjës policie të dyshuar për veprën penale, korrupsioni aktiv personave që ushtrojnë funksione publike. Roven Zeka me detyrë shefi i komisariatit të policisë rrugore Tiranë, Sokol Novaku me detyrë shefi i hetimit të aksidenteve rrugore në komisariatin e policisë Tiranë, Edison Tabaku me detyrë oficeri policisë gjyqësore në komisariatin e policisë Tiranë. Ndalimi i tyre lidhet me një ngjarje të ndodhur në datë 16/4/2025 në qytetin e Tiranës, ku pas një aksidenti rrugor me pasoja për 5 persona, punonjësit e policisë rrugore dyshohet se i kanë kërkuar familjarëve të drejtueses së automjetit përfshirë në aksident, shtetases AV shumën prej 2.000 euro për të shmangur arrestimin e saj. AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave mbikëqyrëse duke telefonuar në numrin e gjelbërt 0800 9090 dhe duke dërguar email në adresën elektronike.